Sepse ju jeni një 90 vjeçar, unë ju uroj një jetë shumë të gjatë. 50 kila arë punoj. Mimi bava salvion gjë. A trego, ma je smuj do njëherë? Ja. As njëherë? No, hiq. Kështu ndo një tablet, a merë për dhimbje, diçka? Dok. Kur gjo? Ja. Dhe ja ku gjendem në mes të fshatit të Banjic, në arat, në fushat e fshatit Banjic. Agja Abduladi, Hajde. çfarë ke mbjell sot këtu në Banjic? Kam njëll qep, patate, domata, edhe speca. Edhe ta çfarë bën me traktorin? Me traktorit ta i qelim vijat të ujsim qepët. Kimi mjell me makinë. Sa ora ke ardhur këtu? Saati 7. Prej 7 mëngjes. Eve. Toka, sabat duhet të punesh. Ta i dëshkojmë të ambuk. A vjeç ke qenë herë e parë kur ke fillu të punosh natë? 7 vjeçare. Tere kur punëshim kimi shet në Sloveni, atere fitoshim dhe një pare. Ata i jokë. E tash sa vjeç je? 39 lendën jam 10 7 vjetë kam. Ne pa ajvan s'kimi kanë asnjere, kimi e në ajvan. A, kini e ndeja? Jo dhe, lop. Jo. Unë nuk baj men pa lop, pa qymsh, asnjere. Ata shti generacia e re nuk don as lop, pas den as asisen. Jo, ma, ne nuk dom lop. Jo, di. Çka u boni qepve? Shumë qep paska. Qep, shesi mama, nuk shitet, ta i bin përjashme, qep, speca, domata, ne fugim. Përse mbjellni ka shumë qep kur nuk shite? Po s'kimi shumë qep, halku mjellin me hektar, gjymës hektar qep. Ama këto bën qepët e mira? Enë ma mirë qepa Banjicës është me emën Jugoslavika ka. Për qepët e Banjicës. Edhe specat edhe domata. Bën gjitha. Ne kimi ujnat pastër, ata ka izvor qa kerma, uj që del pi qëlla ku marin ato gurët, qa ke ka teferiq, a ke peshki, e ne ata uj ka një zalë. E ne është pastër ujti. E po qenë ka shumë shati mirë Banjica. Shati mirë është vërtet, qëlla. Të ta janë 3, fazeneria, Gjudajca, ake është fazaneria. Këndej, këtë Banjica, fusha. Edhe krejt banorët merren me bujqësi? Jo, ata janë gurvet. Që kanë ra pi Strajani, pi Padalishti, pi Sërbinove, pi Gjonovice, pi Simnice, kanë ra Banjic. Fshati tash ka shqiptar apo turq? Edhe turqka edhe shqiptar, përgjys. E flasim turkisht, gjuhë e nanës është turkisht. A flasim edhe shqips, vetëm sumbojmë si duhet. Nëse do kishe mundësi të ktheheshe pas në kohë kur ke qenë i ri, çfarë do të kishe ndryshu? Ka i ri, vajzo, unë atere shumë ma mirë kimi fitur. Kimi puno Sloveni, kimi shet malin tonë. 40 vjetë kam kanë Maribor, Krajnë, Ljubljana, Zagreb, Kroaci kimi shet edhe Sloveni. Edhe Serbi kimi shet kam Dhe pastaj, cilën mosh u ktheve këtu në fshat? 98 motë. Atere u ktheva, ama në shat kimi punone, vetëm ti këto kanë ngarko babat, vladnit, ne kimi shet aqe, ata kanë qo me kamiona. 3-4 shok, e ne bushim kamionin, shleperat, e ne njere me vagonat, mrapa dul kamionat, qështu. Çfarë këshille do ju jepje të rinjve, cilët largohen nga fshati? Qëlla ka trit, nuk dojnë tokë, hiq këtë qëlla. Fusha toka u Banjicës është shumë vogël, ama kanë laru, nuk kanë laru. S'kan vullnet, s'kan logari, shet malin fugën. Prande kanë lanë fushën, ka shkon gurbet. Ka Karapqishti, Qegrani, Forina, ate unë kamara, pa laro hiq, me mija kvadrat, jo 1 hektar, shumë, ene ka shku gurbet për idare. Agja Abduladi, shumë faleminderit. Nuk ka përse. Edhe pse ju jeni një 90 vjeçar, unë ju uroj një jetë shumë të gjatë. 50 kila arë punoj.
Mimi bava sal Gjonger. A trego, ma je smuj do njëherë? Jo, As no, njëherë. hiç. Kështu ndonjë tablet, a merr për dhimbje, diçka? Do. Kur gjo? Ja. Përse jeni kaq i shëndetshëm? Është kjo nga shkaku i punës që punoni çdo ditë në arë? Për te. En ma pak kur ka kanë koronavirus, bujtëve do kanë marrë hasta që ka puno për jashtë. Atë për te. E pra, kjo është jeta në fshat. Dhe të gjithë ju të cilët jeni larguar nga fshati Banjic, ktheuni, jani dhe jetoni jetën në fshat.